është ndonjë përfaqësues i qeverisë qendrore në Prishtinë. Përshëndetje Altiana, linja është për juve. Atmosfera këtu në Skënderaj, në kryeqytet është e jashtëzakonshme, ashtu siç vetë se edhe u paralajmërua paraprakisht në momentin kur u bë dhe ndezja e flakadanëve nga të tre anët themi ashtu tek Prekazi, nisur nga kullat e jasharëve, shtëpia e Sali Jasharit e gjithashtu edhe nga bunkeri ose pika qendrore nga ku vetë është përcjellur situata nga Adem Jashari, po ashtu edhe Hamzi Jashari këtu në qendrën e qytetit. Shohim që një numër i madh i qytetarëve është duke marrë pjesë për shkak se këtu gjithashtu është organizuar edhe një pjesë e programit themi ashtu festiv me pika kulturoro-artistike, të cilat janë duke u shfaqur në pjesën e objektit të hapësirës së Binës, e cila është krijuar enkas për këtë manifestim të 27 vjetorit të epopesë ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në fakt i pranishëm këtu është edhe kryefamiljari i familjes Jashari, zotri Rifat Jashari, gjithashtu është edhe kryetari i komunës zotri Fadil Nura dhe deputeti Lushtaku. Në fakt ne gjithashtu këtu i pranishëm është edhe ministri i mbrojtjes Jop Maqedonci dhe se pritet që të ketë edhe pjesëmarrës të tjerë për shkak se numri vetë se është duke ushtuar vazhdimisht. Ne shohim në pjesën e qytetit janë duke valuar në fakt flamujt e ushtrisë shërimtare të Kosovës, por gjithashtu edhe shohim një atmosferë me të vërtetë të jashtëzakonshme, ka të gjitha moshave në fakt, ka edhe mosha të reja në fakt, të cilët nuk është se e njohin mjaft mirë dhe historinë e lavdishme, por që të njëjtit disa nga ta ishin të pranishëm edhe atje, kur vetë se prindërit e tyre në fakt po i tregonin për veprën heroike që kanë bërë e tërë familja Jashari. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu edhe për më gjatë të shohim të përcjellim parashikuesve tanë atmosferën e cila është duke mbizotëruar këtu. Faleminderit shumë Altiana për këtë linjë të drejt për drejt nga Skënderaj. Ndërkohë, më i moshuar i familjes Jashari që u sakrifikua atë ditë ishte Shabani. Ai me profesion ishte mësues, e me që dita e zanatit dhe vrasjes së tij konsiderohet tjetë 7 marsi, shteti i Kosovës ka vendosur edhe çmim. Mësuesi i vitit tashmë